Kushtrim Ahmeti fiton garën për rektor të Universitetit të Tetovës. Sipas të dhënave, ai ka fituar 198 vota ose 59.46%, duke siguruar kështu fitoren kundrejt dy kandidatëve të tjerë, Fehari Ramadanit, i cili ka patur 118 vota ose 35.44%, dhe rektorit aktual Jusuf Zejneli, i cili ka marrë vetëm 17 vota ose 5%. Në programin e tij, Ahmeti ka premtuar se do të angazhohet për një universitet më të fortë, më të hapur, më të organizuar dhe më konkurrues. Korniza programore e Kushtrim Ahmetit përbëhet nga 6 pika kryesore, duke përfshirë veprimtari arsimore dhe sigurimi i cilësisë, kërkim shkencor, veprimtari aplikative dhe bashkëpunimi ndërkombëtar, mbështetje e studentëve dhe avansimi i standardit studentor, infrastruktura dhe digitalizimi, qeverisja, financimi dhe menaxhimi i qëndrueshëm në angazhim me komunitetin dhe përgjegjësia sociale. Ai ka deklaruar se qëllimi është ndërtimi i një universiteti bazuar në dije.